prej grupeve paralele. Tash të shohim se si do të rrjedhin ngjarjet, nuk do të mjafton të pa marrë parasysh, nuk mendoj që mjafton ndrimi i kryetarit, mendoj që Lidhja Demokratike ka probleme më të mëdha, të cilat do duhej me trajtuar pa marrë parasysh kush do të jetë leadershipi i jashtëm, më shumë se sa çështja e një kryetari, çështja e leadershipit, në përgjithësi çështja e ideologjike ku përmend vazhdimisht, po Lidhja Demokratike duhet me tregue, mendoj, përpos kush e udhëheq partinë, mendoj se çfarë alternative politike ofron. Nuk e kemi qartë çfarë alternative politike ofron dhe mbi të gjitha mendoj është shumë e rëndësishme për momentin me na tregu neve se cili do të jetë roli i Lidhjes Demokratike në pas konstituimit të institucioneve në sistemin politik të vendit. Ato që është koha kjo, menjëherë pas zgjedhjeve